Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe do sjellim një histori që vjen nga qyteti i Shkodrës. Do të flasim për një 31 vjeçar, një baba i ri në moshë, është baba i 4 fëmijëve, në fakt 4 fëmijë që kanë ardhur nga 2 martesa të ndryshme, por ai sot ka problemin me 2 fëmijët nga martesa e parë, një djalë dhe një vajzë 8 dhe 3 vjeç që nuk mundet dot t'i ketë pranë vetes dhe t'i risi. Sabah Gruda i ndodhet me mua në studio për ta rrëfyer këtë histori dhe për të kuptuar ditën e sotme çfarë ka ndodhur me 2 fëmijët e tij të vegjël. Regjia më ndihmoi menjëherë me foton e djalit dhe vajzës. 2 të mitur, por përshëndes babain. Sabah, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Realisht më vjen shumë keq për historinë tuaj, historinë e 2 fëmijëve. Po. Ky është djali? Po. Mosha 8 vjeç. Është 8 vjeç. Djali me vajzën? Po, kjo e vajza. Vajza është 3 vjeç. 3 vjeç. Dhe nga fotot kuptoj që janë në një institucion. I kam bashkuar tash kohët e fundit për 6 muajve si isha atje, si kanë pas dom. Pra, fëmijët nuk i mban nëna peng ndaj jush, por ju a ka marrë institucioni në Francë. Po. I ka marrë shteti francez. Sa kohë u bë? U bonën 3 vjet e gjys. 3 vjet dhe pak. Por vajza aktualisht i bjetit më e madhe. Po, i tash bën 4 vajza, po 6 muaj që kanë marrë Ka vajza. qenë 6 muajshe vajza Po, kur 6 është muaj, marrë nga 6 muaj, institucioni. Ka qenë foshnje. Po. Ndërkohë djali diku te 5-6 vjeç. 6 vjeç. 3 vite që janë marrë nga institucioni dhe fatkeqësisht le të themi në një betejë të fortë me institucionet franceze, ti nuk mundesh dot t'i marrësh pranë vetes. Nuk mundum dot për arsye se i kam kanë me gjyqje me gjona, edhe e kam pasur gjyqje tash në para 1 muajit. Mirë po, deportoi policia Luksemburgut, kam laj ekspuls 3 vjet. Që ti nuk shkel dot në Evropë kurkon. Në vendet e Bashkimit Evropian. Pra, nuk e ke të mundur dot për të ndjekur gjyqjet në Francë në lidhje me fëmijët. Por do jemi sot për të na rrëfyer këtë histori, për të na treguar çfarë ndodhi në shtetin francez kur ju shkua si emigrant, me çfarë akuze ju a morën fëmijët, por vetëm pas pak, pasi i dashur Sabah, në këtë momente unë dua të prezantoj edhe një kronik në momentin që ky 31 vjeçar i është drejtuar Report TV dhe ka bërë një denoncim. E ndjekim këtë kronik të përgatitur nga gazetarja ime Klaudia dhe rikthehemi. Sabah Grudoj, 31 vjeç nga Shkodra, është baba i 4 fëmijëve. Jeta e tij është ndarë mes 2 martesave, 4 fëmijëve dhe një betejë të gjatë me distancën, ligjin dhe mungesën. Nga martesa e para ai ka një djalë 8 vjeç dhe një vajzë 3 vjeçe. Prej 3 vitesh fëmijët jetojnë në Francë, në qytetin e Metz, në kujdestarinë e shërbimeve sociale franceze. Ngjarja që ndryshoi rrjedhën e jetës së tyre ndodhi kur vajza ishte ende foshnjë dhe pësoi djegje. Autoritetet franceze ngritën akuza për keq trajtim ndaj nënës dhe si pasojë në vitin 2023, fëmijët u morën nga familja biologjike. Që nga ajo kohë, Sabah dhe ish bashkëshorët e tij tashmë të divorcuar i kanë parë fëmijët vetëm sipas rregullave të vendosura nga ata. Për një periudhë kohe Ardiani takonte çdo të mërkurë dhe komunikonte me ta në telefon çdo të premte. Takimet ishin momentet e vetme kur ai mund të përqafonte djalin dhe vajzën. Por 4 muaj më parë, më 4 dhjetor 2025, për shkak të dokumentacionit të parregullt, autoritetet i dhanë Sabahs një mas ekspulsi 5 vjeçare, duke ndaluar hyrjen në territorin evropian. Vendimi e detyroi të largohej dhe sot ai nuk mund të udhëtojë drejt Francës për të takuar fëmijët e tij. Tashmë komunikimi vetëm me ta është një telefonat në javë. Zëri fëmijëve përmes telefonit të shura e vetme që e lidh me ta. Ndërkohë, nëna e fëmijëve vazhdon të jetojë në Francë dhe i takon rregullisht. Në Shqipëri Sabah ka nisur një kapitull të ri. Ai jeton me partnerin e tij të dytë, me të cilën ka 2 fëmijë të tjerë. Mes përgjegjësive si baba i 4 fëmijëve dhe sfidave ligjore që e mbajnë larg nga 2 prej tyre, jeta e tij mbetet e ndarë mes shpresës dhe pamundësisë. Kjo është historia që ne do të trajtojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ky 31 vjeçar shkodran kërkon që zëri i tij të dëgjohet nëpërmjet ekranit të Report TV. I dashur Sabah, realisht vetëm përpara disa ditëve, nuk jam e sigurt, 2 javë mund të ketë kaluar, të njëjtën histori kishte një baba nga Gjirokastra,
i cili edhe ai në Francë me gruan dhe ishin marrë vajza e sëmur nga shërbimi social dhe rrezikonte të humbiste edhe fëmijën tjetër që e kishte të vogël. Janë të shumta këto denoncime të prindërve shqiptar që shkojnë për një jetë më të mirë jashtë dhe ju merret fëmijët nga shërbimi social, jo vetëm në Francë, por në Itali, në Gjermani, në shumë vende të ndryshme dhe sinqerisht mua më vjen keq për gjithë ata prindër që i humbasin fëmijët, le të themi, dhe betejë është e fortë me drejtsinë e atij vendi për t'i rikthyer fëmijët në familje. Por ditën e sotme ne do dëgjojmë historinë tuaj, Sabah, për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Ju keni qenë martuar me nënën e fëmijëve dhe çfarë viti, le të themi, vendosët të largoheshit nga Shqipëria drejt Francës? Në 2021 u drejtova shtetit francez azilant. Përse, pa të vënë në siklet dhe nëse do mos u përgjigj, përse shkuat të kërkonit azil? Për një jetë më të mirë, si gjithë shqiptarët. Nuk ishe i sigurt, le të themi... Jo, s'kisha... Siguri ekonomike, nuk është vetëm siguria për shkak të ekonomisë. Bravo, detyrova shkova azil Francë, po regjistrova në azil, më lanë në banesë, gjana. Frika, po të bëj disa pyetje që nuk kanë lidhje me problemin tënd, por ndoshta duke të dëgjuar ty mund t'japim dhe një mesazh të fortë për gjithë shqiptarët që janë duke na ndjekur, prindër të cilët mund të ndodhen në situatat e tua. Kur nise me 2 fëmijë, me një djalë. Me djalin. Se goca ka lindur në Francë për shkak të moshës. Nuk kishe frikë çfarë të priste? Nuk e mendove 2 herë? Jo, se nuk e menova një gjë, nuk e menova që unë lidhet e unë kisha hollin e fëmijëve për jetë më të mirë. Prandaj u drejtova, i kisha të gjanat komplet në rregull, domethënë me punë me të gjitha. Kishe njerëz që të pristin në Francë? Po, më prite njerëz, hina u regjistruar në azil, pas shteti francez më la banesë mërna ditet, Po, alla isha në banesë tëme. U sistemove, pra nuk je ai grupi shqiptarëve që kanë jetuar në ato çadra siç i përshkrojnë në kushte ekstreme me muaj të tërë dhe më pas janë riadësuar dhe kanë torturuar, le të themi, fëmijët e vegjël. Po, varet të qytetit si rrinë, a kupton, për në qytet ku kam Ju në çfarë qyteti u vendosët fillimisht? Në Metz. Të Francës. Po, u vendosët aty dhe menjëherë, le të themi, u pajiset me një shtëpi dhe filluat jetesën. Për smarrjet. Me bashkëshorten atë kohë, ish bashkëshorten dhe djalin e vogël. Po. Edhe regjistrova fëmijë në shkollë, vazhdova të punu, më qej zoti, mas i vjetës i iga në Francë, më qej zoti vajzën. U bot prindër të 2 fëmijëve. Të 2 fëmijëve. Aja s'ka kanë mirë, fillej me trauma, fillej problemet. Ish bashkëshortja. Ish bashkëshortja, nuk... Pse? Për një ashtu, se kur shojnë e vërmësë, tërbohen, reagojnë nërsh. Le të themi, nisën konfliktet mes teje dhe asaj. Jo, mes me asaj nuk ka shto, nuk u kujdes të për fëmijë, nuk i qëtë në shkollë. Pra nëna, ju po tregon që ishte pa kujdesshme dhe pa përgjegjshme për 2 fëmijët. Po, i kam gjitha në letra, në gjitha gjanat. Por, ajo punonte? Ja. Mirë, po, një rrallë, një ditë u që e shkoj, në më thanë se këta punë i bërë asistenca sociale. Pa tjetër, që jeni vëzhguar nga asistenca sociale. Bravo, i kena pas guzhinët për me bo me hangër ta një guzhinë, do më thanë 20 familje, sa ishin në hotelit, kishim një guzhinë për bashkë këtë thanë. Që gatuanit. Që gatuan. Unë e po të marrë një regjistrancë për me bo me hangër lompit, vajzit e vajzra vogël, për mas me lënë vajzën vetëm. Po mirë, të ndalim me pak tek ish bashkëshortja. Ju kujdeseshit për ushqimin e fëmijëve dhe ish bashkëshortja? Tani, unë ishë në punë. Edhe bashkëshortja i të këtë për mu kujdes për vajzë. Po, edhe për djalin, sigurisht. Edhe për djalin, normal. Djalin e që shonë në shkollë në atë. Në 8 sa ati. Edhe me shanë 4 e gjysh kur visha për punë, bashkë djalin. Edhe u quj dit më disë vajzën në dorë. Te ka jo rezistencë që ti bleve? Bravo. Po? Më disë vajzën në dorë. Në vojë. Se kite bo me hangër, kite lanë folterën... E qartë. Mirë po, nëse qumë në spital, si djegi vogël, në veshkim ishin për para, si ne kishin lanë informacionet se janë ka lënë fëmijën vetëm. Po ndel që në adrë 7 sotin punë,
kur vishën kohën pas mositës. Por tani që të ndalemi pak dhe ta kuptojmë më qartë i dashur Saba. Po. Ish bashortja juaj, nëna e 2 fëmijëve, që t'i solleni jetë me të, shfaqi probleme psikologjike, le të themi, u rëndua nga ana psikologjike, apo u bëj pa përgjegjshme dhe nisën konfliktet Për pastaj zotë i kena pas zonës që shtu po nis. Të ndërajtën i kena pas hajt po pa marrë me veti, i ikëm me gjithë mi, dhe nuk i ke pasur marrëdhëniet e mira që këtu në Shkodër. Po që Shkodër është jo vjerra, jo nona, jo baba, nërhishin familjet, për me hek non, bab, vjerë, me hek qafet, më vazhdoj e ladje prapë. Vendose të largoheshe në Francë. Por, nëna, le të themi, në gjenin tënde, sa arriti ti të kuptoje, se ti më pas u divorcove, ishte vërtet me problemet shëndetit mendor, është me probleme. kjo është një fatkeqësim, nëse është vërtet kështu. Është me probleme, se ja kanë lypë në gjykat, ja kanë lypë gjitha gjyqtarja, psikologin, gjitha vlerësimi psikologjik të nënës. Sepse kjo është një fatkeqësi, nëse ajo mund të ketë bërë veprime, le themi si një nënë që nuk kujdesej për fëmijët, i ka bërë se nuk ka qenë e përgjegjshme për shkak të problemeve që ka pasur. Jo se ka dashur ajo, le të themi të bëjë një veprim të tillë. Të desha të ndaja, pra nëna shfaqi probleme kur briti në Francë. Po, pati probleme, dhe më thonë tash, e herë bate mirë kërët, e herë shpyt të kur këna... Nuk u mundove ta çojë tek mjeku, te psikiatri? Po, këna qumë të mjekë, gjithkon, po një ashtu kalinë, që kam i bo. Një ashtu kalinë me atë... Dhe kjo është fatkeqësi. Po. Dhe më thonë, e kam gjithkon e këna që në spital, dhe më thonë, tanë shqiptarët në Francë nuk vunë për doktor në Francë, robe. Se dhe mazdash dëtërojnë me qu asistentët sociale, për gjënë më të vogël që ta kesh. Është e kuptueshme kjo gjë, sepse janë fëmijët në mes dhe... Na brava. Por, çfarë ndodhi atë ditë, le të themi që shërbimi social mbërriti në dhomën tuaj, në banesën tuaj? Po, tani, nuk e qova kur dishë vajzë dorën, menja jonë si shqiptarët, peli me krem, me gjana, si ishte djegje... Me aloe vera dhe mos ta çojmë te mjeku. Brava. Mirë, po, shqiptarë flasin të tash, për kisha 20 familje shqiptare... Në atë hotel ku ju ishit vendosur? Po, edhe... I kishin thonë asistentët sociale. Asistentët sociale thirë policinë direkt, bëjt male, në gjanë. E qartë, pra, dikush, le të themi, kishte spionuar të shërbimi social që vajza e vogël në atë kohë, ishte vajza? 6 muajshe. Një 6 muajshe, një fëmijë dhe 6 muajshe nuk ecën. Si u dojqë? Për në kam më dush, për zotë, në 6 muajshe, po e në 7 ka kanë. Kur e kanë... Pra, e ka lënë në tokë në... Tash, po, tash, a ka marrë djali, si ka kanë djali më i madhë. E ka me djali vetëm, që 2 vetëm ka kanë shpi. Ka qenë në shtëpi vetëm. Kjo është e rëndë. Po. Pra, nëna nuk ka qenë në shtëpi momentin që vajza është djegur. Ku ishte nëna? Se di. Djali që ishte 5 vjeç, kujdesej për motrën që ishte dhe vajza është djegur. Po, në moment merr djali në telefon, thot bab, thot a djeg, thot motra, thot, apo vjen isha 50 minuta larg, një orë larg. Edhe nuk merr ish bashortën në telefon? Jo, mua jo, pasi s'po bëte fjalë. Dhe më thonë, kam bëha 1 orë rrugë, dhe se kam gjetë në shtëpi. Shko, kalat e kohën me i shoqe. Por kur ndodhi ngjarja dhe ti mbrite në shtëpi dhe gjete vajzën të djegur, duke qartë se një fëmijë 5 vjeç, çfarë mund t'i ofrojnë ndihmë motrës së vet? Besoj që fëmijët kanë ardhur në shtëpi. E çuam erdhi ambulanca, e çuam në spital. Atë ditë. E çuam në spital. E çuam se nuk desh me çu, se ishte djegje e vogël për menimin tonë. Hajt pe ali me ne kremin e xhapi i ka lënë. Po. Po e thirrën asistentët ambulancën, erdhi ambulanca e çaj në spital. Momenti që nëna u kthye në shtëpi, dashur Saba. Po. Çfarë të tha? Pra djeg në vaj. Çfarë ti bëj? Si shoj zoti më i fol, ma që thirr të policinë direkt, mi dhoni këshill. Po, ajo tha isha me shoqet? Po, ma isha në kuzhinë, thotë. Në kuzhinë në katë parë, na ishim katë tretë. Dhe kështë lënë vetëm dhe djalin dhe vajzën. Po. Ndërkohë që ju e dërgoni vajzën në spital me urgjencë? Po, shkoj nona vetë aty, ne e tritit në spital, unë ne jam me djalin në shtëpi.
Po duke ditur që ka qëndruar 3 ditë, ka qenë djegje e thellë. E bojnë, jo, nuk ka kanë djegje thjesht, që i ka që djegje ka pas. E kam bile me fotot Po, në telefon, që i ka që djegje ka kanë. Mirë po. Ata filluan mrapa atje me vazhdu, si mas u bash me hinë në spital, se edhe më pa i që të në gjona dhe në fund nuk shlojnë për spitalit. dhe nëse mjekët kanë arritur të kuptojnë që nëna mund të ketë probleme, situata është bërë akoma më e rëndë. Po. Brava. Morën shqiptarë në telefon, si i kishin thonë asistentë, si dishin me full ma mirë francisht me asistentë, Po. edhe e mërë një shok për Shkodrën në telefon një matë natës, darks. Ju telefonon juve. Bravo. Një ditë pa dalë vajza. Thotë Saba, thotë, Po. Saba, thotë, kanë nëllë 3-4 raste, po merë djalin, tha, ike merë gruan të spitali me gjithë minë, tha, dhe ik një shtet tjetër që kanë me ta marrë fëmijën, tha. A i të paralajmëroj. Për zotë, një natë për para. E marrë, ish gruan në telefon, i thëmë, ishtë, s'ma merë për shumë fëmijën, s'kite shansë, së batë të fjallë, hajtë ma të ikum një shtet tjetër, hajtë ikum për Shqipni. Por ajo refuzoi. Së batë të fjallë që mu shtë menja kur ka. Hiq, s'ka shansë të më marrë djalin, me marrë vajzën më kush. Por se çfarë ndodhi më pas, do të jesh ti Saba për të na rrëfyer ditën e sotme, por më duhet të bëj një ndërprerje në këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore. Do të jemi tek Obeni dashur miq dhe rikthehemi sërish bashk live për të vazhduar me historinë e këtij babai, e këtij 31 vjeçari shkodran, i cili fatkeqësisht prej vitit 2021 ka humbur, le të themi, djalin dhe vajzën pasi janë marrë nga shërbimi social shtetëror në Francë, ku ai kishte shkuar me familjen e tij për të kërkuar azil, por fatkeqësisht i humbi të 2 fëmijët. Kalojmë tek Obeni dhe rikthehemi. Mirë, jemi rikthyer në studio për të vazhduar historinë i dashur Saba dhe ndalemi tek momenti kur ti kërkove bashortes që të iknit, të merrje dhe vajzën dhe djalin të largoshin nga shteti francez se mund të ndodhte ajo që vërtet ju ndodhi. Bravo. Ajo nuk pranoi. Çfarë ndodhi? Së bëha fjallë, s'pranaj më të vesh korkën, kontaktova familjen e saj në Shqipëri, kështu. S'ka shansa me ta marrë fëmin, me ju marrë tha fëmin kushta. Po? Në nesër nade, erdhja ditë, doli vajza për spitali në nesër. Mas 2 orësh, i marrë djalin, marrë vajzën, marrë ish gruan me vedi për me dalë supermarket. Për të bërë pazaret, e qartë. E hypi makinë, moment se hypi makinë, ullet drejtoresha e kampit, Po? ullet poshtat, preti sekond, thot se ato ardi kushtat. Oke, ishim... Sa fika makinën, dalë për deret, 2 mikrobuza policijet. Bërin. Marrin 2 mikrobuza policijet. Erdhen... U trambe. O trama, më shkaj menja se për janë të punë, se s'kishim bën e gjanë. E qartë, por u trombe që Bravo. atë që të kishte njoftuar shoku jot 2 net për para që largohu se mund të marrin fëmijët, Bravo. po vërtetohej. Bravo. Mirë po, erdhen drejtoresha e fëmijëve, erdhen drejtoresha e djalit, vajzë, gjitha, me gjithë policie. Morën fëmin, i qunën me zartë, i morën me zartë, se tash... Që në atë moment, u amorën fëmijët me... Moment, sekund. Moment se hyp me nëllë, në arthiri drejtoresha e kampit ku ishim, Po, sa kanë arë me marrë fëmin, tha, me 2 mikrobuza policijet, i thash unë fëmijët e mi nuk ish lej, iku i thash, iku për Shqipni, iku një shtet tjetër, fëmijët e mi s'kam arsye, se s'kam arras, në asë gja. po, S'bëhet fjallë, tha, mërë, tha, në vesh me të mirë, tha, bëna fjallë, bile begu shumë ata policë, po me shtetë s'ma të hashtë. akuza që po ja merrnin fëmijët ishte pa përgjithshmëria e nënës. Bravo. Edhe dyta, i morën fëmijët, Ata duke qarë. normal, Sigurisht sidomos djali. Ishte më i rritur, është e kuptueshme. Sidomos djali se shkote ma shumë gjithmonë me mua, e kupton? E çoje në shkollë, e merrje nga Bravo. shkolla e qartë. Edhe na lënën 3 muaj pa i taku. I morën, i çunën në kamp, zishim gjohë që ku janas, tek janas, që janas. Ju ngelet në atë hotel, të dhoma, hotel. me gruan,
I shgruan, ndërsa 2 fëmijët i mori shteti. I mori shteti. Mas 2 ditë që i mori shteti se s'mu bate për me ikë në të shpi. Ma thonë tash me 2 fëmijë me ikun me fjet, me jetu në të shpi, s'u bate fjallë. E qartë, e kuptueshme, po? Kam fjet 1 javë në makinë. 1 javë në makinë? Në makinë 1 javë. Kam fjet në makinë. Se nuk u bate me shku aty ma. Por çfarë ndodhi? Mirë, o dava me moment se për një të fëmijë jetën në robi, moment se mi mori shtetit fëmijët, o dava me të. Në atë moment kërkove edhe ndarjen me bashorten, se ka qenë një moment i vështirë. Moment, për një Humbë dhe fëmijët, ti kërkove asaj dhe divorcin. Bravo. O qunën tonë, në më thanë, 20 familje, kër në i morën fëmijët, o qunën 20 familje si ishin shqiptare. Aty në atë Në më thanë, gra, varza, thanë që ishin familjarë. Po? Allah thanë, sa bagru, da thanë, haram të bovë zotë i gjinin e nënës, pa e majtë e manë në derjat, femën. Në më thanë, 20 familje shqiptare. Se me ti falë zotë ishtë në shimolla, me ti marrë dore e robit, s'ka gja ma halë. S'ka gja ma halë. Po si reagoj ish bashortja kur i kërkove divorcin, po atë ditë që Një ditë, në moment që kanë ikë fëmija, në moment i kanë thonë me mos s'ke puna. Si reagoj ajo? Ush, tu reagoj, votur bu, për që kisha mi ba. Ti ka të qatë që mi ba. Nuk isha i zotë jasë me i folat si gjatë, se tjep të policinë në moment këtë pa lidhje. Ajo që ndroj në kamp, ti flete në makinë? Pa. Aja që ndroj në kamp, unë i ka pe i kampit, i lash letra, gjithë shumoras me letra, me masistën ma për punë të... U zhvendose në një vend tjetër, po brenda qytetit, ku ishe? Po, brenda qytetit. Po? Tani, i mori shtetin 3 muaj si kanë pa thmine. Asun asaja. Ju interesoshi dhe nuk u jep asnjë informacion? Normal, s'na jepshin informacione kur kanë ku janë thmija. Po? Allah o që mës 3 muajve në thirën gjykat. Në thirën për mi taku asistentët sociale. E qartë. Ajo që ju kishte çuar në gjykat? Bravo. Po? Shkume mi taku thmin, vajgja vogël, djali flit të shqip, fillim kretë, tash aftof kretë, a këpëta në aftof. Shta kuptueshme. Sa dhe këta mund të ashtu, mund të flasë në telefonit të në, po... Por çfarë ndodhi? Ju mbërritët në gjykat, pas 3 muajve, po? Në gjykat. Mas 3 muajve arrit me gjykat, në lanë datin e gjyqit. Dhe më thanë, mas 3 muajve në qitën gjykat. Në di që në qitën gjykat, e ba me gjyqin në lanë njëherë një javë për mi taku thmine. Ju dha e drejta, që ti takonit fëmijët njëherë një javë, po? Edhe telefonatat ishte njëherë një javë. Që du të kishe komunikime e djalin, sa i ishte më i rritur. Se vajza ishte vogël. Si ju dhe nënës? Pa pasion si nëna. Po? A mirë, o qomës edhe gjykata e vlerësoj me lanë 6 muaj thmin, me lanë thmin 6 muaj në institucion. Në institucion. Ndërë momentin se si shkojnë takimet me të vëzhgu 2 palë, si moshjat. Si nëna dhe ju, takimet që do zhvillojnë të 6 muaj, gjukata dhe shërbimi social, më shtak shërbimi social do vëzhgonte dhe do vendose i gjukata të i rikëthen dhe fëmijët e nëna apo babaja, apo të qëndronin aty. Si ishte takimi parë me djalin? Takimet i kena pas dame, aja ka pas takimet e veta, unë kam pas takimet e mija. Po, si ju divorcuat. Por si ishte takimi juaj i parë me djalin, pas 3 muajve? Për zote me djalin shumë i mirë, shumë mirë. Bele... Të kërkonte që të rikthej në shtëpi. Normale. Djallën gjykate ka kërku djali sa herë që kanë kanë bërë 3 herë gjyqe, 4 herë gjyqe. Që dua të rikthehem tek... Do të kthehem te baba. Allah o që mas... Da ma thonë... I vazhdojshin takimet për shmorit. Por djali me vajzën ishin në një vend bashk? Po, në një vend bashk, deri në para një vitit. Pastaj i ndanë? I ndanë se djali mushi moshën edhe qunën të 30-nit, kurse vajzën e lanën si sikite bolla 3 vjeç. Ndanë me grup mosha, e qartë, është e kuptueshme. Bravo. Por ndalemi pak tek seancat gjyqësore. Çfarë ndodhi? Çfarë vendosi gjykata pas 6 muajve? Domethënë, gjykata venosi, ne të ishtu gjyqet, i herë, domethënë, të ta shohim edhe 6 muaj tjera.
Kur arriti 6 mujor shqiptar, gjykata ende... E shtyve edhe 6 muje. Po. Ale edhe 6 muje që i dytë, e boni edhe i vjetë. Vetëm e shtynte, këta fat kohor... E shtyte për arsye si nuk kishte, dhe më thonë, kushtet që kishin lypë në nënës fëmijëve nuk i mujtë me i majtë të ama, Po. Nuk kishin besim të ama. Pra, le të themi ishte ti që po luftoje për të marrë fëmijë se nëna nuk ishte në gjendje për t'i mbajtur. Së bëtë fjallë për me i majtë nëna. Po. Dhe më thonë, o që u martu me një francez atë, një francez për 60 vjeç për interes letër për mi hi garantë të fëmija. Jo vazhdo jetën dhe u martua me një shtetas francez. Po. Po? Nuk s'arriti me i marë. Se lesha unë, më i pari thashë nuk i kisha besim. Allë në gjëgati thashë, jam më i knaqën, e di që i ka me të fëmija atë, se sa me nanën e vetë. E kuftoj, ajo që ti kërkoje. Lesha mas nesë, ka arë në 4 burra. Maj 6 mujt doj, maj 6 mujt, ko di unë kër shkojnë fëmija mi? Mirë, si doj që tjetë ajo mbetet nëna e fëmijëve. Normale, po me më shku fëmija, unë e di që i kam shtet, po me më shku fëmija rrugësh. Nuk ishe besim. S'kisha besim, nuk kisha normal. Le të themi, nëna mund t'i merte fëmijët për shkak se kishte probleme dhe nuk ishte një jetes, le të themi, të mirë. Normale. Për të siguruar të ardhme fëmijëve të saj. Bravo. Mra po njofta me grunë e dy që kam. Po në Francë e njofta. Po në Francë. Po. Njëjtin qytet kanë jetu. Shqiptare? Shqiptare. Po. Edhe më ka një mu falëmërsh Zotit. Dhe falëmërsh pesoj më ka një mu shumë më krau për ma... Ju këtë martesë e bëtë se ratë në dashuri, apo të detyrushme një martesë të shpejt që të siguroje një familje dhe të riktheje fëmijët? Se gruaja, më thej, bëri një martesë të shpejt, sepse donte të merte fëmijët dhe sa rriti dot. Thënë drejtën e mora me dashnime, thënë drejtën. Po, por edhe për të patur një familje. Edhe... Dhe shërbimi social shtetëror në Francë, nuk do t'i jepte fëmijët nëse ti do ishe i vetëm. Po, normale. Edhe... Dhe ma thanë, i shkosha me takime, gjona, gjithë që në regull, kja ishte në shpit vetë, kishte adres shpije gjithë, dhe unë i kisha hum adresën në shpi, si isha hek pe kampit, po në adresën ku isha. Ku isha registruar? Po, nuk isha adres... Të sakt, fikse. Të sakt, se ku jam ku jetaj. Nuk mund të mërshas adresën e kësoj, se nuk isha konor me te. E qartë, të duesh një adres ku ti vetë jetuje. Dhe gjukata nuk të gjeti dot? Nuk gjetë adresën në shpis mu. Që të dë... Jo, i vishin mu postat gjitha po adresën në shpis, dhe me thanë, gjukata nuk mi jep të thmi për arsy se... E qartë, se ti nuk ishe një shtëpi. Brava. Një shtëpi... Dhe më mnolli mrapa keq, më mnolli mas... Dhe me thanë, mas ju bona me... Do ma tërgosh historinë edhe martesën e dy, se kësi edhe në jetë dy fëmijë të tjerë dhe me jetë i kesh dhe ta uroj me zemër të bashkosh edhe me dy të vegjlit nga martesa e parë, sepse prandaj ka ardhur në studio, por më duhet të bëj një shkëputje për të kaluar në reklama dhe rikthehemi sërish bashk live. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe koha televizive fluturon dhe nuk kemi thënë as gjysmën e kësaj historie, por i dashur Sabah dua të të pyes. Çfarë ndodhi? Ti le të themi nisi bashkëtesën me bashorten tënde aktuale të dytën, me gjykatën le të themi nuk të dha të drejtën e fëmijëve sepse nuk ishte një apartament, një siguri për të rritur ata fëmijë. Tani, aja mbate denoncime, ish gruaja parë mbate denoncime se të kur u martova, se më pavë që u martova, më pau si u bëna më thmi. Po? Më bate denoncime që të 4 personë mërën, këtë për lidhe, në qërë të jashtë. Po pse të denoncon të tyja në polici? Për arsy se një është me në koha. Për edhe arsyja, se unë s'kisha asë një kontakt me të, asë një... Pra, ju nisët një konflikt pas divorcit? Konflikti mollë. Me njëri tjetrin, a e të denoncon dhe në polici me qa preteksi? Këtë për lidhe më kërcën në njekë. Sigur ti e përndishe atë? Bravo, unë me grunë shpi. Më bate fjallë me grunë, me shatë e grunë e dytë, se s'kite ku mu hak marë, shatë e thminë e vogël, ku ishtë thminë vajzën e vogël. Që solle një jetë? Se si edhe solle një jetë. Por ajo vetë, a ishte martuar? Po ishte martu, pra, po që është, si ma bate. A ishte martu me... Shtetasin francez? Me shtetas francez. Se ju se keni kuptuar që këto denoncime për njëri tjetrin, për shumë ju kanë dëmtuar në gjukat. Pa pra, i kanë dëmtuat, edhe me në gjukat, se ne na thirën gjukat,
për mos kujdesit fëmijës të 2 vjet, edhe mua llat në xhobitën 3.000 euro. Ju vun gjob. 3.000 euro. 1.500 euro aja, 1.500 euro anë. Por takimin e fëmijët nuk ju ahoqën. Jo, si i kisha avokatin, vazhdo të avokati për takimit të fëmijëve, normal, komplet. Po, Mos, në më thanë, para 1 vjetet e gjysë, mu më zonën të punu në Luksemburg. Në Luksemburg e kisha në kufin, Në vendin me qyteti ku vendin ku jetoje. ishem. Po kishte punë atje. Edhe majten, para 1 vjetet e gjysë ka histori. E majten në Luksemburg, më rënë, si nuk kisha drejt me dalë jashtë territorit francez. Kjo të penalizoj. Majten në Luksemburg, majten 1 muaj më rënë. Në deportuar në Shqipëri, më rënë 3 vjet ekspulsë në Luksemburg, kujdesh. Dhe ti nuk shkeldotu në Francë. Pret. O qova, erdha në Shqipëni, kisha më kite gruja dytë, meti në Francë, me gjithë 2 fëmijë. Po, se sollën edhe fëmin tjetër, Bravo. të 4-tin, po? Bravo. Edhe, o që neja 1 muaj e sonë këto. S'mujta me, e bona provë 3 herë, me ikë s'mujta me galo. O dhe të rohë me thonë grusë, hajde ishte 6 vjetë të pritë në përqës letrat gruja. Ike hajde, thashë, s'mon vijë, thashë. Se mos të rrim shputën, ti atje unë këto. Po, Aja unë nisnin, e se si thashë, unë nisë e erdhin me autobus, e erdhin e la Francë. e la Francë, mori fëmin. Dhe erdhi. Po, edhe i dha i ekspulsë në Hungaria 1 vjetë. Pra dhe gruaja Edhe për 1 gruas vit nuk s'kishte drejt shkeldon. me dal, po. E qartë. Para 1 vjetet e gjysë ka histori. Mas e erdhi gruja, gjeta njerën ika unë, se më të me ikë 8 fëmija. Ti arrite në Francë, në Arrite mënyrë në ilegale. Bravo. Po, Si kisha gjyqin e fëmijëve. dhe dohet ishe prezent, e Bravo. kuptoj. Këmgullja Pa për të pra, vajtur në atë shtet. ishte rrezik se i bjerësëshin 2 fëmijët. Dhe çfarë ndodhi kur ti mbrite në Francë? Ika në Francë, vazhdova gjyqin, meti gruja dytë këto në Shqipëni, Po, dhe i një ka gjyqet, i shtynin prap gjyqet. I shtynin prap gjyqet dhe i që vjetë. mos t'jepesh e drejta që të merrje Bravo, fëmijë. nuk kishin si më mallon mund drejtën e fëmijës për me marrë fëmijën, se nuk kisha grunë në shtëpi, nuk kisha drejt Dhe shtëpi. ti në një farë mënyrë e di që ishe i humbur në këtë situatë, sepse Normale se më pyeti gjyqtarja direkt, mirë se po të japun tha fëmijën. Po kush kujdesë për ata fëmijë të shtëpia tha. Ti do të dalësh për punosh. ti nuk ishe një martesë ligjore. Ja. Deri në ato momente Dhe që... as i tash nuk e kam ligjore, s'kam hek konore lamet pare. E po, duhet ta bësh të gjë. Po. Se fëmijët ku janë regjistruar? Në trungun e nënës? Në trunë, alo si kam regjistruar për Shqipërinë. Ky është gabimi fatal që bëjnë shqiptarët kur vinë nga emigracioni, që kanë këto lidhjet pa bërë divorcin për të hequr kurorën e parë, bëjnë këto martesa dhe fëmijët. Po, një ta metës, një ta malakolba, si kalej viti i ekspulsit të grus, edhe vit të gruja. Duhet i bësh të gjitha këto, është shumë e Po rëndësishme të bësh divorcin. metët mija po regjistru, se s'mund ta regjistrosh mbi emrin tëm fëmijën e vogël. Janë probleme që me kalimin e kohës do të bëjnë akoma më madhore edhe për familjen tuaj. I dashur Saba, nga i moment, le të themi që ti vajte në Francë, u riktheve në Shqipëri, sa aktualisht jeton në Shqipëri, dhe sa kohë u bë që nuk i ke parë fëmijët? 4 muaj. 4 Muaj. muaj. Në këto 4 muaj, ke kontakte telefonike? Po, në çdo javë. Ata ti japi, nuk ti pengojnë. Po. Çfarë thot djali? Djali më tregoi për punë gjyqit, se e disha si e kisha në Shkurtit, tash në Shkurt e kam pas gjyqin në javën e parë në Shkurtit. Po, Edhe më tha, bab, tha, a gjyqi, tha, unë e mora të premten, tha, të hanëm, tha, në vajtë gjyqi, tha, kana gjyqin, tha. Unë nuk e disha, nuk e disha si kishim në fillim në Shkurtit, për datën e saktë nuk e disha. po. Edhe më tha, bab, hajde ti, tha, në Francë, tha, mrapa, tha, vijon në Shqipëni, tha, me ty. Për zotën djali. Të ka marrë malli? Normala, ma që për ata fëmijët e në rrubi. Dhe sinqerisht më vjen keq për gjithë situatën që ka ndodhur i dashur Saba, por ditën e sotme ju do përcjellni një mesazh dhe do të pyes nëse je lidhur me ambasadën tonë në Paris, atë kanë ndihmuar. Nuk jam lidhur. Dhe do mi tregosh të gjitha, por sa po e the, nuk jam lidhur, ndoshta do të jemi ne ata që do hedhim hapin e parë për të lidhur me ambasadën tonë Paris, por më duhet të bëj dhe shkëputjen e fundit të reklamave për këtë transmetim. Do të jemi te Prostatoli dashur miq, që është një suplement ushqimor i destinuar për popullatën e rritur mashkullore. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi live.
Jemi rikthyer dhe Sabah jemi në minutat e fundit. E qartë historia që rrëfeve ditën e sotme, me zemër ta uroj të bashkohesh sa më shpejt me 2 fëmijët nga martesa e parë, mesazhi që ti do përcjellje ditën e sotme. Dhe më thonë, më intereson një të thmi më arqim një. Për një arsye se këtu i kam kushtet më ndimaj, kam gru në shpi, mi të ngruja. Me i zhruan e parë, ke lidhje kontakte? Jo, nuk kam asnjë lloj. Por ajo i takon fëmijët? Nuk e di. Nuk ke informacion. Dhe më thonë, në për anë të njerëzve tjerë, shqiptarëve tjerë, se rrinë atë qytet, shkon i takon fëmijët. Shkon i takon fëmijët. Ne do mbetemi bashkë në kontakt, i dashur Sabah. Uroj dhe shpresoj që përderisa të është dhënë e drejta dhe pse jeton në Shqipëri, lidhje telefonike me fëmijët i kesh, le të themi është një dritë jeshile që ndoshta mund t'i rikthesh në Shqipëri ata fëmijë sepse nuk të sheqë kujdestaria. Pra nuk e ka marrë kujdestarin Shërbimi Social Institucioni, por e keni ende ju. Unë i kam pas të në mundësit i tash me i marrë, dhe çështja është e hapur ende, gjykata e ka shtyr ende me shpresën që mund të rikthehej një ditë dhe ta uroj me zemër. Të falenderoj Sabah që të pata në studio. Mirë dashur miq, me historinë e këtij 31 vjeçari shkodran kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër live ora 16. Mirupafshim.